Vdekja biznesmenit italian Edoardo Sarchi është një atentat dhe jo ngjarje aksidentale. Ky ka qenë përfundimi i grupit hetimor të policisë pas këshyrjes së vendit të ngjarjes. Sipas burimeve, biznesmeni italian i një fabrike tullash në Laprak të Tiranës, në momentin e ngjarjes ka qenë në shoqërinë e Qeren Braçit dhe 2 djemve të tij, në afërsi të salarisë të Pelenës, ku kishin dalë për gjah. Këta të fundit janë shoqëruar në ambientet e policisë, ku kanë dhënë për më shumë se 12 orë shpjegime për rrethanat e ngjarjes. Burime bëjnë të ditur se referuar dëshmisë së tyre, ata ishin duke lëvizur në këtë zonë me 2 automjete foristrada. Ata kanë pohuar se kanë dëgjuar disa të shtëna afër tyre dhe kanë ndaluar mjetet. Tek njëra nga makinat tip Land Rover ishte biznesmeni italian dhe njëri prej personave të shoqëruar. Pasi kanë qëndruar për afër 2-3 minuta, është dëgjuar një breshëri tjetër dhe direkt në rrugën e tyre është shfaqur një person me armë në dorë tip automatik, i cili qëlloi në drejtim të mjetit të tyre. Në këtë moment ato janë fshehur pas makinës, plumbat kanë prekur mjetin duke çar gomat, ndërsa një prej predhave plagosi në këmbë Edoardo Sarchin, duke i dëmtuar arterien kryesore. Dyshohet se biznesmeni italian është goditur nga një plumb rikoshet në pjesën e këmbës së djathtë. Menjëherë pas kësaj e Qeren Braçi dhe 2 djemtë e tij lajmëruan policin. Pasi mbërriti ambulanca, biznesmeni italian kishte ndëruar jetë. Në polici u shoqëruan 3 anëtarët e familjes Braçi, si dhe një bari i zonës, të cilët më pas u lanë të lirë. Burime shtojnë se policia ka disa detaje për autorin e dyshuar, por në momentin janë në fazën e verifikimeve.